kanë dhënë prit nëse është një numër i vogël i votave, por qytetarët shpeshherë edhe nuk ju kanë bind marrëveshjeve të partive politike dhe kanë votu në bazë disponimit të tyre. Dhe në këtë kuptim, kam përshtypjen që goditjen më të madhe e lëvizjeve të vendosë e ka marrë në Mitrovic, kështu goditje që e ka synu dhe ka investu jashtëzakonisht shumë. E kemi pa që Zoti Peci ka pas një fushat bajagit të koncentruar edhe me njerëz nga partia, edhe me imazhe, edhe me reklama dhe gjithçka tjetër dhe sot nuk e kemi pra as ballotazh. Kjo nuk është më shumë se sa dështim. Po më shumë ka pasur investim Peci në reklama në fushat se Arjan Tahiri? Nëse tash nuk po e krahasoj me Arjan Tahirin, Arjan Tahiri më shumë reklamën kryesore ka pas në debat. Investimin e ka pasur në debat, a? Jo investimin, po reklamën më të mirë në debat. Mënyrën se çysh e ka prezantuar vetëm. Lipjan, por e kujt është festa? Lipjan feste, po edhe Drenas kishte. Është shumë përpara Imre Ahmeti, besoj